Po masim hedhjen e djegjen e karburantit në bazë të pistonave dhe cilindrave. Jemi brenda parametrave 000 që nuk kemi për momentin asnjë gabim në djegjen e karburantit. Okay, super. Këtu jemi masim korrentin e goditjeve në bazë sensorit goditjeve për voltazh. Të gjitha parametrat pak a shumë standard, një lloj. Ne po dhe kryemi shumë mirë në bazë të djegjes. Në bazë të dhënies gazit e shikojmë që këta funksionojnë të gjithë. Dhe jemi po në të njëjtat parametra. Do të themi që motorin deri tani kemi në rregull, nuk ka asnjë probleme në bazë të djegjes karburantit e këto. Edhe tek leximi i gabimeve, nuk ka asnjë gabim si motor. Këtu kemi bërë testin. Nëzirë njërë, i bëjmë një test tjetër. Dhe këtu mund të shikojmë centralinat e motorit, e tjera, të ABS-it, komplet sistemin. Këtu kemi kandriv, që kjo do të thot me linjën e sistemit motorit, çdo gjë është në rregull deri tani. SRS, SP, këto të gjithat. Këtu kemi vetëm një defekt e kondicioneri, mund të jetë import, do ta shohim. Po kur është gri? Kur është gri do të thotë sistemi nuk ka kapur fare, nuk ekziston si paket, po është thjesht në linjën e sistemit të kompjuterit. Shumë, tani mund të kontrollojmë listën për listë. Hyjmë te gabimi, që na ka nxjerrë gabim te kondicioneri, dhe mund të lexojmë çfarë gabimi kemi. Hapim gabimin, sensori kualitetit të ajrit. Hyjmë te një sensor i kualitetit të ajrit dhe mund të shikojmë këtu çfarë mund të na japi. Një sensor i kualitetit të ajrit është sensori që ndodhet. E bie ta blejmë. Ordra ku ndodhet sensori, është ky sensori këtu që ne është për kualitetin e ajrit që nuk është një gabim shqetësues, jep të pozicionin e vendit ku ndodhet sensori në bazë të një database që ne mund të na ndihmoj për të. Në rregull.